Banorët e fshatit Marmull në rrugën Kodra e Drinit po përballen me rrezik nga telat e energjisë elektrike të tensionit të lartë, të cilët kalojnë pranë shtëpive të tyre. Ata thonë se pavarësisht ankesave, ende nuk kanë marrë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse. Banori Nue Nokaj, i cili telat e energjisë i kalojnë brenda oborrit të shtëpisë, foli për shqetësimin dhe rrezikun që mund të sjellë ky problem. Nëna të shqetësum shumë për shkak se telat e rrymës na kanë rënë këtu krejt, kjo është tension shumë i lartë, edhe na të rrezikum shumë se në pishen ashta këta filxhanat të qyshen, edhe na shumë të rrezikum se kena gjithë ditën lëvizje këtu në për obor edhe janë s'kanë me marrë kurfar zgjidhje masa, bile i kisha lut organet më ardh edhe mi ba hekje në këtyn e telave herë për momentin. Mes tjerash, a i tha se situata është bërë edhe më shqetësuese për shkak të kushteve të dobta atmosferike. Rrezik këtu paraqet çdo nesan. Për shembull kur tjetë koha shumë e keqe me vetime mërmarim, bile mundi me po edhe këtu ku e ka gjujt banderin. Nue Nokaj kërkon nga institucionet kompetente që shtyllat dhe telat të largohen nga obori i tij për të parandaluar ndonjë rrezik më të madh. Edhe kena i kërkes, mu mujt, bile më në i largu prej oborit, ta këtë tension, ka vend minë shumë a poshtë, jo vlerojmë vendin minë shumë a poshtë, edhe vesh më në i largu prej shtëpiave banimit. Banorët shpresojnë në reagim të shpejtë dhe zgjidhje të këtij problemi.